Matura shtetërore është në prag 27.000 të rinj po punojnë me testet model që ka publikuar Ministria e Arsimit në mënyrë që maturantët të familiarizohen me tezën dhe formatin e provimit. Gjatë një takimi me grup maturantësh, Ministri i Arsimit Olgerta Manastiriu garantoi atyre zhvillimin e një procesi të rregullt dhe të drejtë për të gjithë nxënësit. Testet model që tashmë prej 2 vitesh i japin për maturantët që në muajin janar janë një mundësi shumë e mirë që të familiarizohen me mënyrën e testimit për 4 provimit e maturës. E që është e rëndësishme këtë vit është se fondi pyetjeve është riorganizuar sepse edhe mësuesit e përfshirë në hartimin e tezave i kanë riparë me shumë kujdes. Nga ana tjetër, sa i përket administratorëve të testimit, do të jenë mësues në ambientet e përzgjedhura të testimit dhe mbi 140 shkolla janë caktuar si qendra provimesh për maturën shtetërore. Janë të angazhuar mbi 140 vlerësues pra mësues që të korrigjojnë testet, u shpreh ministria. Nga ana tjetër, foli për ndryshimin e mundshëm të formatit të provimeve të maturës, duke theksuar se në të ardhmen pritet digitalizimi i këtij procesi. Ai rekomandoi që të rinjtë të djegin universitetet shqiptare dhe të shfrytëzojnë ofertat që ato ofrojnë. Provimet e maturës nisin me datën 3 qershor me gjuhën e huaj, me 10 e cilët do të jetë gjuha shqipe dhe letërsia, me 17 qershor provimi i matematikës dhe me 24 qershor është provimi i fundit e i lëndës me zgjedhje.